Të dashur shqiptar nga vjen fjala liqeni. Sipas studiosëve austriak, fjala jonë e bukur liqeni është krijuar një lloj si fjala greke limni. Kjo fjalë nuk është futur në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, sepse mendoj që ishte një huazim. Dhe unë do t'ju shpjegoj sot që nuk është huazim nga gjuha greke. Pse do thoni ju? Fjala liqeni e gjuhës shqipe ka qenë thellë në tokë, ka qenë në tokën e Aleksandrisë e varrosur për më shumë se 15 shekuj, që nga shekulli 6 i erës sonë. Çfarë është kjo fjalë? Ç'është ky fjalor? Përse grekët duhet të përdorin fjalor për fjalë greke? Rezulton që të gjitha veprat e autorëve grek janë djegur nga kristianët. Kanë mbetur vetëm fragmente të bibliotekës së Aleksandrisë. Këto fragmente, që quhen libra pagan, janë mbledhur edhe një herë nga njerëz të apasionuar për letërsinë e lashtë helene, për vlerat e saj në Bizant. Këto ishin fashikuj që ishin shpërndar kudo në përshkret të tjerë, në Egjipt. Janë koleksionuar nga autorë të Bizantit, janë rishikuar edhe një herë dhe është bërë një përmbledhje këtyre fjalëve të lashta helene. Në një kohë që helenët e kishin haruar gjuhën e tyre të lashtë helene dhe flisnin greqishten demodike që flasin dhe sot e kësaj dite. Autorët e Bizantit u munduan që ta ringjallin gjuhën e lashtë helene, është e pamundur. Ka ndryshuar deri në atë pikë sa që grekët e sotëm nuk e kuptojnë poemat e Homerit. Kjo është kaq e lemeritshme, kjo që ka ndodhur. Feja ka lyer duart me gjak, fetarët kanë vrarë grek, filozof, shkrimtar, matematikan. Fetarët ortodoks kanë djegur librat grek. Fetarët ortodoks në Shqipëri kanë ngritur furrën më të madhe të djegjes në Apolloni dhe aty kanë shkrirë të gjitha statujat e Apollos, Afroditës, Hermesit, Zeusit, perëndive më të mrekullueshme të lashta helene. I kanë djegur grekët vetë. Dhe i kemi këto prova sepse me gëlqerën e prodhuar nga djegja e këtyre statujeve janë ngritur 5 kisha kristiane të lashta në Byllis. Po ashtu dhe e njëjta gjë ka ndodhur dhe në Butrind. Janë shkatruar të gjitha statujat e Apollos, të Afroditës, Artemisës, janë hedhur kokat e prera të statujave. Dhe një nga këto koka të prera ishte koka që ne i thonim koka e Deas, sepse ishte shumë e bukur me flokë të gjata, ne nuk e dinim që kjo ishte koka e Apollos, ishte djali i bukur, i ri dhe dukeshte si grua. Nuk është faj shqiptarve. Të gjitha këto dëme të tmerrshme i kanë bërë vetë kristianët, ortodoksët, dhe ata shkatruan gjuhën e lashtë helene. Kjo është e vërtetë. Pra rindërtohet gjuha e lashtë helene në Aleksandri, dhe ngrit fjalori i Aleksandrisë dhe aty gjendet fjala liqen e Shqipes. Fjala liqen e Shqipes është lekanion, është fjalë përkëdhelëse nga fjala lekane që më vonë filloi të shqiptoheshte lekani. Është emër i gjinisë femrore, por lekanion është emër i gjinisë asjanse. Bëhet emër mashkullor i Shqipes. Shqiptarët nuk dinë gjë fare se çka ka ndodhur në vendin e tyre. Ka ndodhur një shkatrim i jashtëzakonshëm. Janë shkatruar të gjitha statujat helene në Shqipëri, por dhe në Ilirinë e Veriut. Më pak atje kanë mbetur më shumë statuja të padjegura. Këto krime të shëmtuara i kanë bërë vetë grekët dhe ata kanë përdorur gurët e tempujve pagan për të ngritur kisha kristiane. Kaq e dëmshme është feja kristiane, ka shkatruar gjuhën helene të lashtë dhe të gjithë kulturën e lashtë helene. Veprat e Homerit janë rishkruar edhe një herë në shekullin e 6 të erës sonë. Nuk janë vepra të lashta të Homerit, ato kanë humbur përgjithmonë. Merrni frymthell, çdo gjë që kemi ne sot nga kultura greke është rishkruar nga fragmente të gjetura në shkret të tjerë, është rindërtuar në shekullin e 6 të erës sonë. Por grekët e thjesht nuk e pranuan ringjalljen e gjuhës helene të lashtë. Edhe sot e kësaj dite nuk e pranojnë. Janë një racë e përzier, bizantine, evgjite, armene, slave,
Pra nuk janë grekët e lashtë, janë pikërisht këta grek që kanë djegur veprat e autorëve të lashtë, Helenë dhe Ilir. Kjo që ka ndodhur është e jashtëzakonshme. Grekët nuk mbajnë përgjegjësi për këto krime të rënda, por pasojat e këtyre krimeve të rënda janë në Apolloni, janë në Bylis, kur janë ngritur furnalta gjigande ku dijeshin statujat Helene Ilire. Deri këtu të çon feja kristiane, dhe jo vetëm feja kristiane, çdo fe është e rrezikshme dhe këto erëra fetare po fyen të gjithë shqiptarët, po fyen ata shqiptarët në rrjetet sociale dhe po kthehet lufta fetare e lashtë helene në një luftë fetare midis ortodoksëve dhe muslimanëve dhe katolikëve në Shqipëri. Është e sigurt kjo. Po kthehet në një luftë civile dal nga dal në Shqipëri, lufta fetare. Do t'i paralajmëroj shqiptarët që fjala liqeni është gjetur pikërisht në këtë fjalor të rindërtuar të gjuhës helene të lashtë, ku tregohet që kjo është fjalë ilire, lekanion, do të thotë pikërisht një lloj ene ku laheshin të sëmurët, një lloj ene vogël ku mbaheshin gjithashtu e shesht si enë, ku përhapej uji. Këtë kuptim ka edhe fjala limni, liqen, ka kuptimin e një lugine, ka kuptimin e një porti, ka edhe kuptimin e detit, pastaj mori kuptimin e liqenit, fjala limni. Tani, e gjitha kjo është bërë mendimin e inteligjencës kompjuterike. Asnjë njeri në botë nuk do e kuptonte se çfarë ka ndodhur. Pra inteligjenca kompjuterike ka mbledhur të gjitha të dhënat historike dhe gjuhësore dhe e ka vendosur këtë fjalë. Pra jo autorët e fjalorit indo-europian, por unë, mendimin e inteligjencës kompjuterike, ka vendosur në rrënjën 469. Këtë film unë e kam bërë, por shumë pak i shikojnë filmat e mi, sepse janë filma teknik që nuk i kuptojnë mirë vetë autorët e fjalorit indo-europian, më besoni. Pra, duhet kemi parasysh që fjala limni është krijuar me formantin m dhe fjala liken është formuar me formantin k, dhe kjo shpjegohet në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris. Pra, rrënjët e fjalorit indo-europian janë në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris, dhe tani do të bindeni përfundimisht që kjo është e vërtetë dhe kjo është përtej çdo lloj imagjinante njerëzore. Ky zbulim është bërë gjatë xhirimit live në TikTok, ku unë po bisedoja me disa ekspertë të gjuhës greke. Pra, e kemi sqaruar që fjala lekanion është fjalë përkëdhelëse e fjalës lekane, që shqiptohet lekani dhe kishte kuptimin e një legeni. Në fakt, vetë fjala legen, një emër që mban ujë, vjen nga lekani, edhe legeni edhe liqeni. Dhe Hezikiusi i Aleksandris thotë që kjo është lekos në gjuhën greke dhe atë ilire. Po ashtu, ai thotë që kjo është një pjatë e sheshtë ku mbahet uji. Po ashtu edhe lëngje për të kunguar. Pra është dhe për të smurët, është dhe për të kunguar kristianët. Pra, në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris thuhet që ky është një neologjizëm dhe një neologjizëm i përshkruar në një libër mjekësor të Hipokratesit. Libri Hipokratesit është djegur, por kjo ka mbetur pra në rindërtimin e gjuhës helene të lashtë në Aleksandri. Por si e lexuan shqiptarët Hipokratesin, sepse kjo fjalë nuk ekzistonte në greqisht, ishte e varrosur, siç e tham dhe më sipër. Pra shqiptarët këtë kanë marrë nga gjuha ilire e lashtë. Pra, që përpara shekullit të 6 të erës sonë, kur u rindërtua gjuha helene e lashtë në Aleksandri, ilirët e kanë patur këtë fjalë dhe ne kemi marrë këtë fjalë nga ilirët. Kjo tregon që ilirët kanë folur dialekte helene. Fjala liqeni e sqaron këtë gjë. Pra edhe një herë, si u bë ky zbulim, duke ndjekur se si u krijua fjala limni, liqen në greqisht, në këtë mënyrë u gjurmua fjala likeni në ilirisht dhe në shqip. Pra ne këtë kemi marrë nga ilirët, por ilirët flisin një dialekt helen. Dhe ilirët kanë qenë më pagan, i kanë mbajtur këto elementet e lashta helene më shumë se sa grekët vetë.
Kjo është arsye që shumë fjalë të helenistës së lashtë kanë jetuar në ilirisht dhe në shqip, por nuk gjenden në greqishtën e sotme. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.